Rubicon me Adriatic Kilmendin përkrahet nga Albi Mall, Interex, Aztec, Alba Group, Auto Kaçandolli dhe Palma. Marrëdhëniet me ata që i quajmë aleat perëndimor të Kosovës vetëm sa po shkojnë duke përkecuar, le që nuk pati hesje të masave ndëshkuese të Bashkimit Evropian, të vëna po shkojmë në vitin e tretë, por javën e kaluar ndodhi edhe një shuplak e rënd nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për shkak të pezullimit të dialogut strategjik me Kosovën. Në anën tjetër, ende nuk kemi arritur që të kemi institucionet e dala nga zgjedhjet e 9 shkurtit derisa jemi duke lëvizur drejt datës së zgjedhjeve lokale. Çka do të thotë për Kosovën kjo marrëdhënie me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, çka po do të shohim pas zgjedhjeve lokale, si po përgatitet Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës për këto zgjedhje, por edhe për atë që po shohin në procesin në Hag dhe disa të dhëna që u thanë edhe për kryetarin e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, zotin Ramush Haradinaj, do t'i diskutojmë sot në Rubicon. Zotin Ramush Haradinaj, mirë se erdhët në Rubicon. Mirë Adriatic, faleminderit. Dhe sot me ne shoqëruar jemi edhe nga kolegu gazetar zoti Vepi Kajtazi. Mirë se erdhët. Zoti Haradinaj, po filloj me dëshminë e zotit James Rubin, me që është dita 3 sot që po dëshmon në Hag, dhe është i pari nga pjesa e mbrojtjes, duke pasur edhe përvojën, natyrisht tuaj jetësore jo të mirë me procesin gjyqësor me Hag, por kjo sigurisht edhe ju ka mësuar me ato veçorit e mbrojtjes, si po është ju dëshminë e tij? Spari, i jam edhe unë personalisht falenderues zotit Rubin për rolin e tij të atëhershëm, që ka qenë i rëndësishëm, sikur se edhe ekipa atëhershme, zoni Albright, generali Clark, presidenti Clinton, po me njëherë pra në këta 3 emra vjen edhe roli i zotit Rubin ka qenë i rëndësishëm për kyçjen direkte të Amerikës në fushatën e sulmeve ajrore ndaj Serbisë, që rezultoi me shtirimin e Kosovës bashku me ato që bani ushtria shqiptare e popullit Kosovës këtu në terren. Njëkohësisht është respekt edhe ardhja e tij si dëshmitar. Pra është një respekt. Vetë ardhja është respekt. Po në princip njerëz e nivelit të tillë hezitojnë me marrë pjesë në këto situata, nuk e kanë ndonjë si më thon dëshirë të madhe që të shkojnë në sallë gjyqit. Mirë po shija që ai e ka vlerësuar të duhur, edhe shija që po ashtu edhe institucionet e Amerikës ja kanë dhënë autorizimet, ose ja kanë aprovuar mundësinë me dëshmu. Kuptohet ajo që ndodh në gjykat është realisht një respekt i madh për Kosovën po ashtu, se atje janë njerëz të Kosovës, të institucionet të Kosovës, të kohës lirisë të Kosovës. Besoj që është diçka e mirë që po ndodh. Pra dëshmia e tij është diçka e mirë për procesin. Kuptohet kjo dëshmi nuk hyn në ato faktet e pikave të akuzës të caktuara, por e shpjegon kontekstin e luftës në një mënyrë mendoj që është me peshë të madhe për ato tendencat e prokurorisë, qoftë me akuzuar udhëheqësit e UÇK-s, bashkëvijës komanduese apo të përgjegjësisë kolektive si organizata përbashkë kriminale apo ndonjë vepër tjetër, mendoj që deklaratat ose dëshmia e zotit Rubin është ndihmëse e madhe për mbrojtjen dhe për zotin Thaçi. Dhe si se thatë edhe ju, po diskutohet shumë pikërisht për këtë zinxhirin komandues dhe fuqinë që e ka pasur zoti Thaçi, u përmenden edhe ato episodet kur nuk e ka pasur autoritetin e plot fuqishëm për të vendosur kryen vete edhe për nënshkrimin e marrëveshjes. Natyrisht ju keni qenë në atë kohë në terren luftë si komandant i zonës operative Dugaxhinit, pra sa ka qenë kjo betejë për të bërë edhe presion, duke qenë ju me çizme në terren dhe dikush tjetër duke negociuar për fatin e Kosovës diku tjetër, në këtë rast në Francë. Po kem pas 2-3 të arritura edhe të mëhershme para Rambujesh. Sikur se dini ka ndodhur disa pushime, disa lëvizje tjera. Edhe ajo marrëveshja Holbrooke-Milošević kanë qenë disa, ajo ka qenë pak më ndryshe, po megjithatë ka ndodhur disa zhvillime në mes palëve.
kjo ka qenë ajo periudha më e ndihshme, sepse kjo është pa edhe si epilog, si përfundimi asaj që apo ndodh në teren. Personalisht unë kam qenë mjaft i shqetësuar, e pranoj, edhe për shkak se jemi friksuar që mos rastisht po na ndodh ndonjë imponim në emër të paqes ose të ndërprerjes luftesh, e me mbet Serbia në Kosovë, ose me ndodh ndonjë marrëdhënie e që ka pasoja pastaj. Pra edhe unë i takoj një pja atyre që kam bo presion të delegacioni në Rambuje nuk e fshej. Keni bërë presion që të keni kujdes se apo në nshkruani? Po normal se na ishim në luftë dhe vdeshin njerëz edhe ishte një situatë e rëndë. Edhe kam bo presion që të mos bëhet ndonjë gabim që na kushton, sepse s'do ta ndalim luftën. Nëse bëhet keni kërcënuar se lufta nuk do të ndalet, nëse ata bëjnë ndonjë koncesion që kam qenë i ftuar 2 herë për me shkuja zhvenit. Keni qenë ftuar 2 herë zyrtarisht, edhe në këtë etapën e fundit të Rambujesh, po edhe në një etapë tjetër. Nuk kam guxuar me lëshu vend luftimin, edhe sikurse deni edhe me të drejtë edhe mburëm nga njerë, thamë që unë se kam lëshu asë një orë vend luftimin, jo asë një ditë. Asë një ditë, asë një orë, nga Kosova. Jo, zonën time të përgjithësisë të luftës se kam lëshu asë një orë. Fra 2 herë kam qenë i ftuar, jam friksuar se mos është ndaj komplot, me nxjerrja zhvend me dobësue luftën tonë atje që me na ul çmimin në një marrëveshje politike. E kom bisedu me ata që kom pas matarë, nga nuk do të më shkuën. Pra nuk keni pranuar të dyja herët? Jo, kem pranuar. Kanë thirrë për konsultime, si ka qenë ftesa? Me të mbrëmshme, veç me njerëz të afërm, po e kem pranuar që është delegacioni ynë, pra që na përfaqëson edhe zoti Thaçi edhe të tjerët, pra kanë qenë delegacioni ynë, po e kem pas qëndrime që ju kem bë presion atyre, edhe po presioni nuk e kem drejtu të Thaçi na, se mos të harrojmë se nuk i kem bë presion ashimit e delegacionit tonë, po ne i kem pas disa kanale komunikuese me partnerët ndërkombëtar, të cilëve ja u kem shprehë shqetësimin tonë që mos të arrihet një marrëveshje që nuk e zgjidh problemin. Sepse ne nuk do të ndalim luftën, ka qenë pra zotimi yni. Po kjo ka qenë që mirë ata mund të nënshkruajnë çka duan, po nëse zbindemi ne do të vazhdojmë të luftojmë. Po e vërteta është jo çka duan, nëse marrëveshja është në rregull. Nëse ju nuk pajtoheni, nuk vlen ajo, nuk ka një autoritet suprem mbi ju. Po, kam qenë ndoshta prej atyre që kam pas qëndrim shumë të sqaruar, në fundit po e them, që nuk mundet Kosova me hyrë në obligime që nuk e zgjidhin problemin me Serbinë. Se nuk vlenë, se do të vazhdo lufta, se do të kemi nuk ka qenë një situatë e lehtë, as për mund teren, edhe presioni i zjarrit. Se Serbia gjatë asaj kohë që ndashin atje bisedimet, provoj keme në adopsu në teren, që me pas argumente, pastaj me ullë çmimi. Më mendoj që edhe zoti Thaçi edhe kolegët atje kanë bërë një punë shumë të mirë. Mendoj në rrethanat që janë kanë bërë një punë shumë të mirë, edhe sikur se dini, jam edhe prej komandantëve më pastaj, pra pasi që ka ndohë marrëveshja, desha s'ka ndohë, pra kom qenë pjatyri që kom bërë presion të madhë, po kur ka ndohë marrëveshja, kem respektu. Përdoret edhe fjala kërcënim në rastet tilla? Tani, nashta është gjuhë e ashpër, po realitetet kanë qenë tilla, ne kemi qenë me armë në teren. Dhe keni kërcënuar? Jo, nuk e kem kërcënuar, se nëse kërcënojmë, po ne kemi treguar se nuk bën me u arrit një marrëveshje që nuk e zgjidh problemin. Po kjo ka qenë mashe e saktë, nuk i kem ditë na këtë fjalë që përdoren marrëveshje, këtë definicione këtë, po një marrëveshje që nuk e zgjidh problemin, që i lën ingerenca Serbisë në Kosovë, është ditë që nuk respektohet për UÇK-s. S'ka dilema, se na kemi qenë të luftues. Na nuk kem pas edhe se kem dalë luftën për mbi një vjet, që dini veç në rastin tim, unë kam pas një vjet luftë. S'kam mujtë me ndalë luftën me një marrëveshje që nuk e zgjidh problemin me Serbinë, edhe nuk e kishte ndalë askush unë besoj në UÇK. Zotë Haradinaj, nëpërmjet... Kjo respektu edhe prej Amerikanëve, ata duke qenë edhe këtu në teren, duke na taku, duke pas komunikime, duke u ndëgju me shumicën prej neve, ata realisht kanë bërë edhe komunikim multilateral, jo vetëm me delegacionin tonë, po ata kanë pas edhe komunikim me teren tonë këtu. Me disa prej nesh, sigurisht se po. Nëpërmjet dëshmisë se zotit James Rubin, zotë Haradinaj, populli, në përgjithësi, publiku, po e një luftë të Kosovës pak më ndryshe. Po e një një Hashim Thaçi tjetër. Po e një edhe një Ramush Haradinaj pak më ndryshe.
Pra ai po e përshkruan zotin Thaçi si një udhëhec politik i cili ka pas komunikim të vazhdueshëm përfshirë presidentin Clinton. Për çka në të kaluarën nëse kishte thënë dikush nuk e kishin besu, apo jo. Po ndërkohë foli edhe për ju. Tha që e kam mësu që ju kishit pas komunikim me CIA, komunikim të vazhdueshëm. Dhe kjo natyrisht po e bën publikun mi u pa me një sy tjetër. Po e bën publikun tash me besu në ju edhe për disa paralajmërime të së voni, por që janë që 2-3 vjetë, pakten që 2-3 vjetë e fundit, për rrëshqitjen e Kosovës në një drejtim të gabuar dhe për disa akuza që ja keni bërë vazhdimisht zotit Kurti dhe që si pas interpretimit po del se ju keni edhe informacion. Pra duke qenë se keni punu në një kohë me CIA-n. Ata ndajmë këtë në 2 pjesë, na tregoj fillimisht se si ka qenë ky bashkëpunimi, aq sa mundet natyrisht në thana tilla dhe pastaj edhe për këtë informacionin që ndajnë. Pra, për çka flet zoti Rubin kur thot se keni bashkëpunuar, ka mësuar se me kohë keni bashkëpunuar me CIA? Tash, në zyrtarët amerikanë, edhe kur janë në pension, ose kur lirohen nga detyra i obligohen që kur bojnë kontratë pune, për shkak kur punon në Departament Shtetit ose në ndonjë mision tjetër, sidomos ata të inteligjencës e të sigurisë, ata i obligohen në heshtjes për çështje profesionale, në disa raste gjatë gjithë jetës, gjithë jetën, pra janë detyruar me hesht. E ka raste tjera, është afati 25 vjetë, është protokolli, si mund është... 25 vjetë. Po, për ata. Edhe ndërsa palë të jashtme në këtë rasti që kemi qenë palë, se kemi qenë palë, më drejtë e tha zoti Rubin, pra nuk tha diçka që shëndron, e tha më drejtë se ne edhe para fillimit luftës frontale, kemi pas komunikim me Institutet e Sigurisë të Amerikës, pra para NATO 8-s. Cilin vit? Tashti besoj kjo mjafton se para fillimet e përgatitjes luftës tonë, ka ndodhur komunikime. Ju personalisht keni komunikuar? Po, kem pas të vazhdueshme. Me CIA? Me institucionet sigurisë, me institucionet e respektueshme të Amerikës. Edhe zakonisht edhe ata, do të thotë, mendoj se ata i kanë pas disa motive pse janë takuar me ne. Shpari ata dëshirojnë me ditë çka ndodh. Jo vetëm planin e sigurisë, po për çdo gjë duhet me qenë të informuar të partë, pra ata kanë pas interes me zbulu, me na kuptu kush jam, çka bëjmë. E dyta me i kuptu qëllimet tona, unë besoj. Po edhe së fundit, atëre me ndërtu një pozicion, çka me sugjeru ata vendimmarrësve në Amerikë lidhur me ato që po ndodhin. Në këtë rast mendoj se detyra jame ka qenë, më ja thonë vërtetën. Spari ata me mnjoft kush jam personalisht, çfarë njeri jam, që jem familjar, që jem njeri punëtor, që mbaj edhe familjen prej ku punojsha në Frandim, se në ku ende vazhdojsha me punue, me utue, me uanë neje. Për shembull që ata e kanë parë në Zvicër që s'kam pas rekord kriminal. Ju kanë kontaktuar në Zvicër? Kanë ditë ata në mënyrën e vet, si s'kam rekord kriminal, që kam qenë sportist, që kam qenë punëtor, që kam respekt në komunitetet ku kam jetu. Pastaj e kanë kuptuar historinë e familjes tonë. Edhe shfuni qëllimet. Që të qëllimet ka qenë shumë në rëndësi me u sqaru që nuk jemi veç një krah majtisht ushtarak, se lëvizja popullore për kam pyetur edhe për orientimin politik. Po, është e rëndësishme e pjesë, pastaj me sqaru që nuk kemi orientime ose s'po bëjmë luftë të orientime fetare ose edhe ndërretnike veç me kundër një etnie, po qëllimi është lirimi, drejta, demokracia, liria, këto që ndodhen realisht në Kosovë, sado pak që ka mujtë me ndihmu, më vjen mirë, përparësi ka qenë se duke jetu jashtë, duke i njoftë dy gjuhë të tyre, në këtë rast ka mujtë me komuniku në anglisht dhe në frëngjisht edhe atëherë, ka qenë një përparësi, pra se kom pas edhe komunikim direkt, po edhe gjatë luftës, pastaj komunikimi është ndalë asnjëherë. Edhe gjatë luftës, edhe kur erdhët në Kosovë... Asnjëherë që kem dalë komunikim me Institutet e Sigurisë të Amerikës, nuk e ndalim as sot. Unë vërtet kam lind një familje patriotike, shqiptare, me orientim kombëtar,
po një pjesë të patriotizmit e kam shoh edhe prej tyne, prej shtetashve amerikanë, prej amerikanëve, që punojnë në misionet të sigurisë të Amerikës, që janë patriot vërtet, që ja merr lakmi si i shërbejnë vendit vetë, atë dëv vetë, me çfarë sakrifice, me çfarë përkushtimi, po edhe janë zot. Pra janë zot. Edhe, me thonë edhe si shqiptarë, kështu, jo më falenderuar gjithë jetën për ndihmën që i kanë jap kombit tim, në për etapat ndryshme popullit tim, vendit tim, edhe nëse do të duaj unë me bëu diçka, edhe personalisht ose edhe fëmija mi me bëu diçka për misionet e sigurisë të Amerikës, e kisha aprovu me njëherë, me çfarë do sakrifice, qoftë edhe nëse është në pyetje jeta, pra nuk e fshehë. Institucionet e sigurisë amerikane do t'ju kërkonin ta sakrifikoni jetën, jeni të gatshëm? Do t'ja sugjeroja edhe fëmijëve të mi, edhe atyre që i du mas shuti, qoftë nëse në pyetje jeta, mos hezitoni asnjë minutë, përgjigjuni kësaj fteshe, që kurse ju thonë misionet sigurisë Kosovës, që mos hezitoni përgjigjuni misionet sigurisë të Amerikës, çështja e jetës pra është shumë lehtë e shpjegueshme, ata kanë shpëtuar shumë jetë vendit tonë, nga cilat pastaj janë kriju jetë tjera. Lidhja jonë me Amerikën vërtet është lidhje gjaku. Se ata kanë shpëtuar shumë gjak tonë, shumë jetë, shumë njerëz. U derdhë gjatë luftës, u vrajshin njerëz, u plagojshin, ju dini si kanë shkuar luftimet, po mos ishte ndihma e tyre, vërtet ne e kemi bërë atë pjesën tonë si shqiptarë dhe na nuk e fshehim, po jemi krenar që e kemi bërë, si UÇK. Ama po mos ishte ndihma e tyre, do të kishim shumë vështirësi, po edhe pas luftës, nuk ka qenë e thjeshtë se këto që kanë ndodhur pas luftës. Po thoni gjatë gjithë kohës ju keni qenë në kontakt me ta dhe jeni koordinuar ose keni marrë sugjerime ose keni informuar? Jam gjatë gjithë kohës në komunikim me misionet e sigurisë të Amerikës. Edhe sot e kësaj dite. Nuk e kam, e konsideroj një për ndereve më të madhe në jetë për mu, të jem komunikim me misionet e sigurisë që i kanë shpëtuar popullin tim, vendin tim, të atij populli që i kanë shpëtuar popullin tim, në mënyrë që edhe sot unë besoj edhe gjithnjë në të ardhmen do të na mbrojnë, do të na ruajnë, do të jenë me ne. Është e nevojshme se bota është ndame në dy botra, paktën këtu ku jetojmë ne, në botën tonë, lirive, demokracive, e cila na shpëtoi ne, bota e prime prej Amerikës me NATO-n, edhe në botën që si takon në këtë rast shqivi ynë, po që është pala armike e endës që kemi mrini marrëveshjet në fill paqe me Shërbinë e Njohur, edhe që pastaj vazhdon me Rusi me tjerë, ne kemi nevojë për misionet e sigurisë të Amerikës. Shkurtimisht, se përmendi vetëm emrin tuaj, pra ka dhe lider tjerë, po flasim për Thaçin, ka qenë Kadri Veseli, ka tash mos të hyjnë hak, por ka dhe komandant të angazhuar në luftë, në hierarki, politikan, por vetëm ju veçoj, Zoti Rubin, dhe Zoti Rubin vlerësohet të ketë pasur informatat se ka qenë fytyra e Departamentit Amerikan të shtetit, pra politikës e jashtme amerikane. Nëse dikush diçka që ka ndodhur atër, do duhet ta dinte Zoti James Rubin. Këtu në Kosovë ka njerë, ku i takoj bashkëftarët e vi, a vënë vratat me thirrja komandantja general, se të tjerat kryetare, kryeministre, në rregull, që ashtu po na pëlqen. Adi se janë mësuar njerëz. Tani unë kom pas një prirje për një partneritet më të fokusuar me misionet e sigurisë, pra të Amerikës, ndoshta se udhëheqësi tjerë politik për shkak të vetë mënyrës jetës. Unë në luftë kam qenë aktiv, kam bërë edhe luftari, unë kam luftuar realisht, nuk kam qenë veç udhëheqësi luftës, dihet e mirëfilli edhe nuk ka rast betejë që s'kam qenë aty ku ka qenë ushtari im, edhe në shumë herë, edhe për para, edhe me ta, edhe nuk jam të reki pari për jashaj. Barabart me ushtarë. Amerikanëve këta, kjo ja u ka lehtësu pak, komunikimin me mu, se duke pa ata natyrën time, si ushtar, luftar, si njeri drejt, nështë ajo si politikan i mirë, për ata thash se edhe bashkëpunëtorët e mi ka shmendojnë politikanë më të mirë, se më të suksesëm, po në çështjet e tilla, ata e kanë identifikuar mu me siguri një njeri kredibil, besueshëm. Edhe një patriot, se shiqaj që don vendin e vetë, s'mund me komi mirë me dikan. A kam pasur informatën kur keni ardhur në Glloxhan në vitin 98, se po vini për mos dalë më, jo, po them që atëherë keni hyrë në Kosovë dhe s'keni dalë më, si se thatë edhe vetë. Po, nuk i kanë ditë gjitha proceset me kohë edhe ma herët para asaj kohe,
Shqyqoni këto komunikimet jënë konë diçka e zakonshme, diçka normale, janë identifiku njështë shumë herët, kanë pas komunikim, intereshime. Une para që marrë në Kosovë, kemë full disa herë, jem konë shumë i pasionum në artët marciale, artët luftarake, luftën që thëmë na me durë thatë, ose me vegla tjera. Këmë bëhë disa stërvitjet shikurishe, emni me shikuri ka depërtu, aty këtu dikun në për ato radarët e atyre të shikurishe, inteligencave. Ata ju kanë kontaktuar ju Me shikuri e shohën dikon që ka primi, ose eshdi ka komunikimin me këteje, kontaktet e mënyrën e jetës, se i shohën ata për shamull. Ta shu e deni une me 6 maj natë 7, është pra Luani. Pra e nxarja, ku nxarja e madhe, që ka ndohën Kufi. Kjo nxarja beteja, kërë vra Luani, në atë ko si kosharja ma vonë. Për vitin 97, 2 vjetë ma vonë, më rritëm ne me thykuvim, po me gjatë e ne aty jënë përdorë, e të mund ka pashë, është konë përbalje bukur e nivellit, me ushtrinë e Jugoslavisë, e u vra Luani, u plagur Afeti e këto. Pa unë jam rujt në Shqipëri, nuk jam identifiku mjaftu, jam rujt shumë, pra profilin e kam rujt shumë kujdeshëm. Pra atë që me thonë, kujdesin që mos me ekspozu pa nevoj, edhe t'ju thëmë drejten për ata shpesh i kritikoj këta që po shkojnë në veri po bojnë foto. Çveklen e këtë krashniqin e këta. Temat e sigurisht nuk janë showbiz. Temat e sigurisht... Është gabim që po shkojnë po bojnë foto. I obligohesh, heshtjes, profesionale, edhe dejna 2. Po mendojnë proceset zgjedhore tash. Po, nuk funksionon ashtu pesa. Palët e sigurisht, partnerët e sigurisht nuk ta aprovojnë ashtu. Ata s'kanë që me hesht ata 2. Jo, une, për shembull, me sigurisht do të marrë me vete çështje që janë, që po së të ilonë këtë tjetë. Po ato mbeshin veprat që dikush i ka kryu, ka ndo bombardime. Ka gjërat që s'do t'i tregoni kur, bombardime, po s'kam drejtë une. Ata po, sikur zoti Rubin tash, mos me pa fola ai, une s'kisha guxu me fola ashtu, dhe s'guxoj realisht është ofendimi i marrëdhënies në këtë rast. Nëse s'do të fliste zoti Rubin, as ju sot s'do ta tregoni këto që po na tregoni. Për shkak kësaj se ndryshe nuk bëhet ashtu. Edhe kuptohet që marrëdhëniet e sigurisë nuk janë marrëdhënie për çdo për publik, për showbiz, se publik janë edhe armisht. Nuk bëhen ato punë kështu që po ndohen, që po i shohim disa kështu me nxitim me njerë. Në sigurisë, bën me lakmu me marë meritën me njerë. Le të ndohë vepra, le të imbetet popullit tanë, ose le të ndohë rezultati, pas mund është ti me dalë me foto. Ju e dini une nuk kam dhe shumë foto ashtë në luft, të që kësh. Ashtë video, ashtë shumë pak gjonë për muti, gjatë kohë është luftës. Të na ka qenë ndalu me mbajt. Materialin që i zhush, kush do? Ka qenë ndaluar, as kush s'ka pas drejt, fotografojt zyrë. Me urdhën nga ju? Po, foto për shembull ka, kur ka në një kryqikuq, ose në një kurs që ja u ka bo ushtarëve pa hiri, ose eventualisht në një situatë, e ato pastaj janë gjithë. Po në zonë duka gjithë, në sim konë produksion. S'keni sem produksion. Se u dash një po matë mirë, zote Haradinaj, juve, si s'tash edhe me heret, edhe zotin Thaçi, edhe UÇK-n, pas dëshmisë zotit James Rubin. Se ndër vite ka ndodhur një degradim. Ka ndodhur një degradim i gjuhës, degradim vlerash, po dhe degradim i juj si politikan. Pra, duke qenë politik, njerëzit ju kanë luftu politikisht dhe pastaj kanë provu edhe këtë kontributin e jashtëzakonshëm në luftë me ja kontestu apo me kompromitu. Pse u dash një Amerikan që sot njerëzit mi ju pa shumë ndryshe. Edhe ju edhe zotin Thaçi. Kur do të dalë vërteta e UÇK-s e plot, apo duhet dikush nga jashtë me tregu këtë vërtet që ne me u bindë se e që ka ndodhë në 98-99 është e jashtëzakonshme. Besoj në të njëjtit jemi, na kemi qenë njerëz që i jemi ofru kombit tonë, popullit tonë, me një projekt lirish, mushiru. Edhe ajo për gjithë atyre që kanë vedi e vlerësohet, kur dikush bën një sakrifis për shirim. Nuk besoj që ka qytetar të Kosovës që nuk e vlerëson sakrificën e kujt do qoftë për liri për shirim. Pastaj këto garat politike, propagandat e këto tjerat, po e bojnë veten, atë të shiblan dyqysh. Ka herë Pulipka, pra ko ka mirë me dalë dikush që shakon pjesë e kësaj jetës tonë për ditë, edhe herë me ja kujtu se cilit
që vërtet ajo ka ndodhur, ajo që po thotë zoti Rubin ka ndodhur, ka qenë pyetje jeta, fati i popullit tonë, me shpëtu këtë popull, nuk ka qenë situatë e lehtë as për ata që kanë aty në tavolinë, sepse me gabue e ke marrë në qafë popullin tonë. Me shme e kry punën, prapë e kishe marrë në qafë. Edhe, po edhe pozicioni ynë tu nuk ka qenë aqë thjesht se na u friksojshim, nuk e dishim çka do të pason, se si që ti ki marrëveshje në rastet caktume, po pastaj edhe marrëveshjet që tërsohen, ndodhë diçka ndryshe, e kim pas të reme, na nuk kem besue, deri sa s'kan fillu edhe bombardimet, kuptohet, disa prej nesh nështë ta ke mujtë me mri, na intuita, na informata, diçka, po nuk ka kone thjesht gjendja, ju e dini ajo... Deri në fund ka pas dilema se a do të mbaj fjallë në rezoluta ka qenë ajo 1244 që pasaj e jenë kondo probleme që për një prezencë të forcave serbe në Kosovë, jenë kondo situatat pak që nga shqetësojshin edhe asë njëherë që vini këtë lirë, gjithkone kemi rujt një farë gjendje ga dishmerie, deri sa o mbyllë kjo punë, dhe që o e kushtari mrami i serbe, i forcave serbe, i policia këto po. Ndërkohë si politikanë, zote Haradinaj, nuk e keni problem me arrit marrëveshje. Mund kujtohet ju e keni përkrah dhe marrëveshjen e arritur me zotit Vučić dhe zotit Kurtin e Ohër, por kjo marrëveshje shumë problematike. Pra, te kalon edhe atë të 2015-ës edhe gjitha diskutimet, se ka problemet mëdhaja në këtë marrëveshje. Po jo guxuat edhe nga opozita ta përkrahni një marrëveshje të tillë e cila mbase mundet me na shkaktu problemet e mbrëmshme të funksionimit të shtetit. Kur jenë situatë që ka ndodhë një situatë e caktume, dhe doshme edhe kur të shme ndryshon, që ka ndodhë. I kini problem, ju kujtohet edhe rasti i demarkacionit, ka qenë shumë zarë, me nxjerë një korrigjim me malën e zhitë që s'po ndodhë, s'ka ndodhë, tash malën e zhitë, për i qëtë ato një anëshëm, tabelat që sa mirë që po e banë, se du të me ndodhë një demarkimi i kufirit, e pastaj me i vendos tabelat, po a i po e banë. Kur po ndodhin të marrëveshjet e shumëta, kur ndodhin, ti e në situatë kur nëse ti donë me luftu atë marrëveshje, ke me luftu vendin tanë. Jo të tërkonë që venit e ka marrë obligimin. Atër hynë atë periudën kër konsultohesh me alat, që ka mujnë gjerin për i kësaj, sa mujnë adel për i kësaj, për i marrëveshje s'keqe. Edhe në rastin të më në që që dini, menoj që na du të me hynë NATO. Pra në i kam testu pak, se a mund të shfrytëzojmë ta që këtë mirë me hynë NATO. A mund këtë keqe që përna ndohë, se vëtit nuk është në regull ajo orit. Ka se në tjera që është në regull, kurti që ka menagju mirë, është dialogun, është marrëdhënie me serbët e Kosovës. Edhe për fatë kesh nga ka kushtu kjo, se kjo ka bo shumë veç për vota, po e luftoj armesht, nga kabinë tonëve që kjo ka luftoj një armek, që që rëzhiku... Ska zhëtë vërtet aty? Jo, vetëm të tregoj diçka, rëzhiku që i vija Kosovës, nga serbët e Veriut, ose nga lista serbë, është minimal. është rrezik minimal. Smuj me na rreziku. Pse po flasim gjatë gjithë kohës për listën serbe për... Ku ti ka vi me gjetë një armek, me shpall një luft, me vë patriot, me mluë ato të këqija që ja bo Kosovës, me mluë kontratën që ka me Serbinë, me armisht kontratë me Serbinë. Ajo është i rekrutuar për Serbe, ka thënë kalumen. Është i tyre. Po vazhdoni ta thoni. Tash zote Haradinaj, pas dëshmisë së zotit Robin, nëse ju thoni që Kurti është i rekrutuar nga Serbia, besueshmëria deklaratës t'juaj është më e lartë se sa para kësaj dëshmie. S'ka nevojë me beshu mua. Diku tjetër po du me dalë. Qysh e dini ju që ai është i rekrutuar nga Serbia? Ja, për shembull, që lutem, kjo është letra e datës 8 gusht që ka dërguar Regjia, a mund ta fokusoni? Po. Letra e datës 8 gusht, ku i thojnë kryeministit Kosovës Evropa, në kohën kur Maqedoni dhe edhe Serbia hap kapitull, Shqipëria tash që po shko për para, për zotnis mu taku me ty në zyrë tonën. Imagjinone, na para luftës, edhe Ibrahim Rugos i kanë shku në Velani, në shpit vetë.
qatë zyre që ka pas. Ti, kryeministri i shtetit pavarur, Kosovës, thënë zotë një shmëjmetar në zyre. A kuptani... Pra, kjo është një prej atyre dëmëve që ja ka shkaktuar. A kuptani çfarë suksesi është ky për Serbinë? Është sukses për Serbinë. Ti lutem. Ku ka me shku ma sukses për ta, se sa përfaqësuesi këtë vendeve të BE-s, i thot këtij të Kosovës nuk ujme dalë në zyre se i jashtëligjshëm, se po rrinë edhe deputet dhe kryeministri në kundërshtim me ligjet. Argumenti tjetër? I kanë me radhë, i lutem letër, edhe i shihni gjitha, s'ka të bëjë me pakicat hiç, as me serb. Po i kanë me çështje e ke ndërprerjen e dialogut strategjik. Po. I qani është privilegji ma një vend kur ka dialog strategjik me Amerikën. Ajo është gati, edhe mbrojtja është aty. Një ndër komponentët është mbrojtja. Kur e ki një partneritet strategjik me Amerikën, jene një marrëdhënie që të tjerët e kanë problem mungues me të bosher, me të bokesh. E kanë problem me të bosher në energji, në diplomasi, në politikë, në gjitha ajo kohë në përpjekje. Pra është bo shumë muni me arë aty, a i thotë në fale në alim, që të s'posi edhe shmirë. Ju thëmë shqiptarëve kudo që janë në Balkan, për shqiptarët që janë patriot, Amerika nuk e ka hallin e shërve të Veriut. Se nuk janë problem për Amerikë, nuk janë asë për Kosovë. Shërve të Veriut, dishta serve, s'mujnë me në bo bashkë kur gjë. Asë Radojqiqi, asë një Radojqiq tjetër. Ne jemi njerëz me komunikim, po e quja ashtu situata, veprimi, që s'mujna rejgjikojnë mrenda në vend. Pse po bëhet ka që madhe? Për Kosovë, lutna që ky, po e rejgjikojnë. Amerika nuk e ka hallin e lishtë e serve, se ka hallin e serve në veri, nuk e ka hallin zyret venit atje. Nuk e ka me mbrojt Serb, e ka me mbrojt Kosovën dhe Shqiptarë, sepse çdo destabilizim i Kosovës e dopson këtë Kosovë, e vanon, e shtyn prapa, kur tjerë po shkojnë përpara. Çdo lëvizje që del për rendit botëror, rendit demokratik, rendit institucional, rendit sigurisë, e Kosovës e bën të keqe Kosovë. Në raport me armikun tonë Serbi. Pra, kur thot Amerika, ju po sillni keq me serbet? Se kanë për Serb. Ata në fakt po na mbrojnë ne. Ata e kanë për Kosovë, për shqiptarë, për shumicën, e pastaj pasi ti përmend këtë, po edhe Serb, se ata janë qytetarë të Kosovës. Po nuk e kanë vetëm me mbrojt Serb, e kanë me mbrojt Kosovën. Prej pasojave që pja shkakton si kjo e letrës, e si kjo e tjera që po të shtynë prapa. Pra, ta ju thëmë 1 miliard% me jetë, ju thëmë shqiptarëve të Kosovës. Nuk e ka hallin Amerika me mbrojt Serb për Albin Kurti. E ka hallin me mbrojt Kosovën prej këti, që ka ja kryen punë të Serbisë, duke e këthy Kosovën prapa, e duke i kryu pojena Serbëve, Serbisë, për me shpallje se një lufte, gjoja se po i luftojone të këqit në veri edhe për i luftoj do Serb të Kosovës. Nuk është mirë me luftu pakicat tua, dush me ditë me shtim rënd, me integru, me ju bo rënd e legjë, poshe. Dështimi i Kosovës dhe shumicës në shumë se pra ta Amerika alarmohet, pra ta Amerika alarmohet, nuk është ka alarmohet se asaj dhimet në një qëtnik atje. Po ka alarmohet se ti e ka kryon pasoja, e ka dopson, e ka zbej, e ka rrezikon Kosovën. E ka po Kosovën vatër me probleme të sigurisë, si Ukrajina dikon. Edhe nuk është mirë kur shkon në atë rrugë, ti dush me shku ma përpara, me marrë ma shumë investime, ma shumë fonde, me hynë tavolin të një vendit që s'ka problema, keni pa Maqedonia, veç pse kish kontes me emrin e vanun me hynë beje NATO, ti nëse do me hynë NATO, ti dush me egzistu lajme për probleme tua të mbrëmshme me një Pakistanën. Qështë do me hynë NATO, kur ti ki probleme sigurisht mbrëmshme me një Pakistan. Nuk funksionon ashtu. Kështu minohet edhe antarësimin NATO. Çdo proces që hyni përpara, ku jemi na? Ana bë kushderçët. S'na trajton kurkush. Ju lutem, kjo është problem serioz, edhe po këtu për shembull hyn çështja e energjisë për shembull. Shifni sa është rrit importi i energjisë. Shifni sa kompani janë kriju, edhe pse ata që po shesin e problemin e energjisë, një pjesë e tyre janë tafër me Kurtin. Shef kabinetin ja aty. Ambasadori, ai tjetri. Ku po blihet kjo energji në Serbi? Kjo lista është krejt kështu.
Ka direkt, po thoni është? Këtë është lista, mu më shtë më besoj. S'ka nevojë më besu mu. As më shtimojnë to s'ka thënë tjerë për mu. Vesh shifë, sa rritin bojt energjisë, kush po blenë energji, ku po blenë. Atëre shohin pse nuk o bo termocentrali me qëmër, që ka pas më prodhu në Kosovë, pse nuk o bo centrali me gaz, onal, gaz shiel, që e paret falë. Pastaj i shohin pse o rritë çmimi për kompanitë që ta shumë kur Ancona, që o rritë çmimi për sektor privat, një është kujtojnë që më ka Ancona për tregtar, jobe, kolegë, ndërru në këti veni. Në Kosovë prodhohet. Prodhu shpenzojnë energji. Nuk harxhon shumë energji veç trektari. Nuk më shumë pakaj. Ai ka veç drita. Energji harxhon më shumë të ai që prodhon. Ai që ka përpunim, ai që ka shërbim, ai që ka... Kush fiton ku i rritet çmimi atij që prodhon Kosovë? Serbia. Provojmë ta bëjmë analizën që këtë që po thonë. Jeni 2 herë kryeministër i Kosovës, po përshkruani vetëm ti shtroj. Edhe një element smuj pa e thonë se ndoka që me ta kesh. A ka dikush në Kosovë, a ka një shqiptar në botë që nuk e ka një Trumpin të i thonë 4% për mbrojtje butër produktit. A ka dikush poshtë zotën, a ka një njëjtë pa informum që 4% duhet me jarxhu për mbrojtje. 4%. Ja u kërkon Evropë, ja u kërkon këtë. Na, 4% edhe për ata që kanë shti miliarda çdo vit. Na që jemi këtë në fillim, na ishtë dash me honë 10%. Prevenzion hapin me hynë natë. Apo thonë, nëse te përmi ne, jemi duke shpenzuar për mbrojtje, shumë se sa për para. Nuk thejet më rafa. Po kjo më se tjefi është 1,7% e bruto produktit. Edhe dele e thot shifrën, se hajde mos mi palajmërue. është ofendim për ata që dojnë me një porëshi që ne shkojmë në 4% vëdër produktit. Ky thot 1,7 ka dhënë, 1,7%, dhe të më demanton dash kryeministri, dash ministri financa, dash ministri mbrojtjes, kush dënë? Që nuk është 1,7%, që është më pak se 2%. Edhe një të jenë krejtë, të jenë shërbime nga cilat kush fiton? Kush fiton kur kryeministri nuk i përgjigjet prokurorit? Kush fiton kur kryeministri e krejt klasa e politike në pushtet sulmon gjyqësorin, sulmon prokurorin, sulmon gjykatën, të gjitha, dhe edhe kushtetuese. Kush fiton i lutë? Kush fiton? Ska derisa t'ju pyes është se ju, po e them, keni qenë komandant lufte, keni qenë trupat mbrojtëse të Kosovës, keni qenë 2 herë kryeministër, dhe po flasim për kohën kur kërcësuar Shtetet e Bashkuara të Amerikës, NATO-ja ta ndihmoj këtë popull që ta fitoj lirinë. Dhe Serbia është në poshtur, pra i ka pasur 100.000 trupa është në poshtur. Ja pas ka dalë Serbia që në një rrugë tjetër na instaloj, sipas asaj që po thënë ju, një kryeministër të vendit me deri 50% të votave, i cili qenë ka në shërbim tyre. Ose njeri i tyre, si që thoni ju, drejt për drejt. Kështë që di, me në ndohë kjo që në shiven kemë dalë për okupimit, demokracinë kemë të re, pas luftë jemi shtiru pak vigilencën e kemi lëshu, kujdeshin në shumë tema, kemi përjetu lirine, jetën e, po jetash po e kuptojmë që diçka që është në regullë. Pra nuk është në regullë, ku të shkru në beja, letër, kryeministrit venit, i thëtë që mu i metarë në takim në insion, në zyre, edhe nuk është në regullë kër Amerika hëtë për shkak të sieljeve e veprimeve të këti e ndalim dialogun strategjik me emër me mbiemër. Që i bie Serbia s'mundi s'ka të na bëj me tenka e me luft, po arrin me metoda tjera kur ne kemi shtetin që se kemi pasur kur. Që i bie me mbrojt lirin, me mbrojt shtetin, me mbrojt demokracinë, dënë vetdije, dënë vigilencë, dënë ndryshë thonë edhe ata që janë ma në nivel të temave, mos me i heshtë. Unë kërë kom pa trajektorën e gabumet e këti kryeministri, me njëherë kom pa da faqu ju kujtohet, sa shpejt kom dalë me onë sa u mashtrim që po thot, i kom paralajmru dhe rëzicet nga kursi i ti politik, kom paralajmru kush profiton, edhe dikur kom onë që kjo është njeri tyne, që unë i kom boq moq me ja deviju këtë kush të gabum të këti. A keni diskutuar me këta misë që ju përmendin këtë çështje, si që shtroj pyetjen e zotit? E di që edhe në qatë kontekst po flitet, unë shpojmë me thonë ma shumë, që sa nga jo që dion, edhe nga jo që marrë veshon po është i rekrutuar për i tyre gjatë kohë sa ka shërbim në borg atje,
edhe ma herët kanë komunikuar me të në mënyra të ndryshme, po gjatë kohës se në burg e kanë rekrutu. Po mirë, zotë Haradinaj, që thojnë që është një fjallë. E di se burgosët tjerë mendojnë që ky ka qenë i burgosur par excellence, që i ka vujt pashoja, që i kanë maltretu e torturu. Ashtu kanë thënë, kanë maltretuar, e kanë rrahur. Edhe di, po rekrutimet nuk janë situata klasike që veç privilegjojnë burg, po janë situata afat gjata, investim afat gjatë që ata e kanë bërë edhe për fatkes. Tash po ja kthen, pra, vazhdon të jetë i rekrutuar nëse. Ky është brainwashed, ky është i ndërtuar i tillë tani. Ky është i programuar i tillë, që kështu do të shihet. Ata nuk është se ky ju ka thonë veç unë do të bona si ndryshe hon serb. Ose do të flasë veç servisht do të bona veç për Serbi. Po programimin e trunit, angazhimin e tij e shumë çka tjetër të tij, ata e kanë vlerësuar dobishme. Edhe o kriju një marrëdhënie që se këto shërbimet e inteligjencës nuk e kryejnë marrëdhënie veç kontratat e shkruajnë shtu i letër e vëna, po ata kanë pa të ky potencialin që edhe më u vo lider në herë, po edhe kursin që e mban me përfitu Shërbia për ati kursi. Edhe kanë investuar në të vazhdimisht. Megjithatë jo, zotë Haradinaj, Nikojshit bashkëpunëtorit ti, dhe duke qenë si njeri informuar, besoj që është dashur me pas informacion ju edhe gjatë asaj kohë. Cila është? Megjithatë, kishte edhe prova se zoti Kurti u zu me 2 agjentë BIA-s në një fshat të Klinës. Pra ishin prova publike. Ishin disa elemente kështu që qanin tek ai dyshim, por ju... Qeni, shumë njerëz e thojnë te edhe në disa raste, sidomos nga PDK dhe disa tjetër ti e ke rrit Kurtin. Po edhe në thonë. E vërtet është pak më ndrysh, nuk është ashtu. Kurtin e ka rrit këtë qeverisja jonë, kushdo që ka qenë në qeverisje. Vetë Lazërimi ynë, kushdo që ka qenë në pushtet, gabimet e shumë çka tjetër, shkalla e korrupsionit, çdo gjë tjetër, e ka rrit një zonë tjetër, gabimet edhe politike, ndërsa fakti që unë jam do në opozit edhe me Kurtin edhe me tjertë, nuk ka qenë përkrahje për te. Ajo ka qenë edhe bindja ime, se çka du me bonë për vend, në atë rast. Për fat keq, kom shpresu kom rujt një dosë shpreshës, që shqiptarët e Kosovës pa marë parasysh do të dinë me drejtu Kosovën ka Amerika. Kom pas shpreshë. Shirë dhe Kurti. Që është i që ka plot njerëz që i kanë shërbi në ushinë e Jugoslavish, nuk në ushtarak, ju konë poleq, ju konë gjyshtar, prokuror dhe inteligencë, e ishë Jugoslavish, po e në tërgu qash besnik në luft, e në konë aqë zotë me mu, në shërbim me mu, që që kanë lo më unë jashtë kuj tjetër. E kemi rastin e zotë Talat Xhaferi. Jo, kom plot të tjilë, kom pas plot të tjilë, une ishtare, kom mujtë me besu që dikush e qanë Kosovën këtë kurs. Besani, jo atë në opozitë, atë ende s'kemi se s'ditë që do t'jetë këni kriminist ose dikush tjetër, po kur s'ka mujtë me beshu që do t'vjen një udhëheqje e Kosovë që e qanë Kosovën këtë kurs. Dhe kursi është pa besueshme, kursi është, ju lutem, çka po ndodh me Kosovën, është fitore e madhe e Serbisë dhe Rusisë. Ka shdimi, thonë. Në udhëheqjen e Albin Kurti. Albin Kurti është ja bo shërbimi më të mirë Serbisë dhe Rusisë. Nuk na rrezikojnë serbët e Kosovës, ju lutem, kur këndheq asnjë as në veri. Mos u vani me memorie të shkurtër. Jo, dene që ai që minister i jashtëm i Serbisë sot, është arrestuar në Mitrovic para Kurtit. So ko Kurti i gjallë. So ko në vendimarrës. Policia e Kosovës e ka arrestuar. Ja ka prish takimin listë të serbe krejtve. E dini që ka qitë për ati takimit. Mitrovic, i keni pamjet. Kush ka nëzor rrugë, e dini që e ka gjithë. Që i ka nëzor rrugë. Dhe i 31 pikë kufitare, policia unë e ka bërë ligjin. Një rush ka dalë atje njerë, si OKB, ka qiti kërë dhe ati ju ka bërë ligji. Nuk në rrezikojnë ta. Një rush ka dalë për ta penguar. Ka qenë, është edhe në OKB diskutu. Në këtë qeverisë shtime, po ati ja kanë tërgu vendin, se kanë kuptu policia në kush është, ja kanë tërgu vendin. Fra mos harroni, kjo është një realitet. Nuk mujnë na rrezikojnë, nuk mujnë na nxjerrin prej funksionimit tonë në brendshëm, as atje as dikon. Problemi është se ky e ka kriju një kauz për showbiz, ky çveshla edhe ai që është një komuniteti. Për shembull, merrem me Malikar Kosovës rasti me mbrojt Elberti Ashtram, Ashkali, Elbert Kasniqi. S'po e ofendojmë komunitetin, po një komuniteti është. A besoni ju që paskamet Kosova edhe Peja
me na mbrojt që ky Elberti edhe ton Elshania, me na mbrojt Vereuna, ja dje me qika e populli Kosovës, e mbrojnë do tjerë. Se sa për Elbertin edhe Sa që të keqe që sa mbrojnë edhe këta. Ju lutem, nuk është bashkë ashtu. Është e keqe. Kur shkon edhe ju ekspozohet gjithkush me foto, atyre me qëtë na kem punë. Se pales armike, edhe nuk e marrin mirë alatet tonë këtë showbizin e këtyne. Qa li ministri i pushtetit lokal, Elbert Kashniqi, pjesëtarën i komuniteti, shku me mbo foto atje për siguri. Ku është roli këti? Qka është dobija? Tregon se Kosova amizelatë është shëshkrim etnike dhe gjithë po angazhohen për sigurin dhe lizin. Jo ve inderum, nuk është ashtu. Jo, se janë da procese ma serioze. Qështjet sigurisë, qështjet tjera, du të kujdesh. Që po banë. Nuk t'i aprovojnë këto showbiza, nuk po haune që unë kam vetonin, po ashtu është deputeti i komitetit, na me Rame, me Ashkalije, me Pakica, i ku bashkë bashkëftar krejt. Nuk që kë. Po nuk kam etë Kosova në showbizin e shtynë njerëzve. Unë i që është familjo vetoni, edhe di kush është. Po sa për një vetoni, edhe një Elbert, edhe një Gjelal, kur verev që shkon kështu që është. Sa për ta? Ka here janë dhe struktura që ja ka nume në verev. E së nda Kosova, e s'ka mujtë me shti kush pyk atje. Se sa për shtaj, jo. Po e keqja është që apëndohë, i lutëm, që kë showbizi për që shtet sigurisë. Nuk funksionan showbiz, nuk dojnë me dalë për ditë në konferenës për shtip, që ka lypë polici për ditë në konferenës për shtip. Nuk shkanë brashtu. Qaj që e vë punën e sigurisë që lutëm, sa rallë shenë e oficer Amerikan të të majtë konferenës për shtip. Së majtë konferenës për shtip. Stelej me folë. Del një palë tjetër. Ata e krynë punën, ata e në dëtyrë, ata e në shërbim, ata hekin. Qështu është ata herojt që si njohim. Por edhe këta, dikush mund thot posilën kështu si posilën se për shkak se partit ishë opozitare, ndoshta edhe s'po bëjmë punën sa duhet, por për këtë pas një bloku publicitar. Ata lëm si spans. Ka diçka me ju të regu që na verit ja kemi në medhen. Edhe është një levizje jemi. Është një levizje jemi. Është një vefrimi jemi. Është një takimi jemi. Me cilin do të qoftë të verevt atë juhët sërbë, që ju konë dikushin, nuk o po pa konë pjesën i plani. Nacional sigurisë. Nacional sigurisë. Në shpesh i përmendin që e keni takuar edhe Radoj Siqin. Plan nacionali sigurisë edhe insiona ndërkombëtare. Jo vetëm imi. Jo vetëm imi. Ashtë një levizje imja. Nuk bëj levizje të sigurisë në kërën veti. Ju të rgohë ma e që shëm rritë, prej kur ja kemi nishë, të i kry punë të sigurisë, që gjithë kohës tash qeverisë e shkurti, unë kam morë të ana që ja kam kushtu verevt. Pa asë një shenë për foto, asë për pojena politika, asë për vota, jo. Do të nga të regoni pak më te për të duhet me punu për veri gjithë, edhe i falenderit gjithë që punojnë. Do të kthejmi të kjo çështje dhe jo foto pas një bloku reklamash, mos u largoni. Jemi sot në Rubikon me kryetarin e Aleancës për Radhëmërinë e Kosovës, ish kryeministrin e Kosovës, zotin Ramush Haradinaj. Zoti Haradinaj, po flisnim në pjesën e parë se si u ndodh që Kosova erdhi në ditën kur edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës të tërhiqen, pra të tërhesin dialogun strategjik dhe po përshkruanit se sa gabimet janë bërë edhe në veri. Por së fundi mendimin edhe deputetëve tuaj, partisë tuaj, u bë kryetari kuvendit dikush që u pa pastaj se ka agjituar me punime të ashtushjuaj të shkencore kundër UÇK-s duke përdorur narracionin që ka përdorur kryesisht Serbia si ajo për narkodilerët, për kriminalet që kanë luftuar, pa çka se u mundua pastaj ta hes pjesën e përgjegjësisë për atë pjesë. Që shkurt se s'kam pasur rastin pas kësaj t'ju bëj pyetje në studio, si ndodhi që zoti Daud Haradinaj, Lahi Ibrahimaj dhe Bek Berisha pa një marrëveshje që quan dorën për të votuar zotin Basha në kryet kuvendit? Nështë adetik se djetë të kem komu këthy shumë herë, kështu qdo herë një, po du me vazhdu edhe një minut vogël me veri. Nuk ka interes Kosova, s'ka interes opozita e Kosovës, kërkush nuk fitan në Kosovë. Nuk ka interes shqiptarët, s'ka interes Amerika. Kur thëmë Amerika, po vlasë për këtë votën. Mu kriju nëjë Donetska, Donbasa,
në veri. Aja, kuptani, kërkush në këtë vend s'ka interes të këtil, ashalatët tonë sigurisht, edhe s'mujnë, kërkush s'mujnë dhe nga kriju një t'il atje. Që shto atencionet sigurisht, ata që shërbejnë, jo mirë njash, i falenderoj nga zemra, fërfun, vendore dhe ndërkombëtar. Showbizin politik, ju sigurej që nga ka bëtë damë gjithve, edhe është një listë e protagonishve të këtil që nuk janë të mirëpritun, që e showbizit tyne, që filma që bëjë marojnë, nuk janë pritun mirë ka ata që janë shumë nevojshme në animun sigurin veri. Pra, që kjo është... Po mund të marrim me mend për kjo e keni fjallë, për të thënë kështu. Po, ju sigurej që është ashtu. Kësë përdorimi i angazhimit për ma shumë siguri, rëndelish në veri, për vota, o ka merët keq fjallatve të sigurisht edhe kanë mja fa sherën ata që në të mundu mi bo ashtu. Jo, kanë mi auqu fakturën. Kosova mi abor. Krejt atyre individve kanë mi auqu fakturën edhe partnerët të sigurisht. Nuk i lojnë ashtu. Po jashtë fakturën edhe Jo, nuk i lojnë se këto e në shiqa. Kjo është projekti përvasht. Nuk mund është me vepru. Pjesha tjetër që du me u këthy. Ne në Kosovë jemi në një situatë tepër të keqe. Blokimi ka emër, blokimi në shone, është Albin Kurti. Nuk na ka bloku neve lishta serbe. Që po del të ashti Albini vot nga ka bloku sept. Janarë më kanë lypë vot për Ashiqin, VV-ja, e se më kanë lypë vot për Donika Gërvallën. Se më kanë lypë vot, mu më kanë lypë vot për Ashiqin, ajo për Donika Gërvallën, edhe jo për Arburenin. Direkt ju kanë kërkuar vot? Po, më kanë që njerës, kanë kërku komunikim për Ashiqin. A mos kanë lypë vot për qikën e Shoh Gërvallës. Pesho, nuk po e thomë të shoj rapo, e di që i votu se mi shkanë qërë me një kështu ata që në të rritu më Doniken. Me varë fakt me kredibiliteti kush me onë qërë. Nuk ju da shumë. I ka bot do të i kalim ajo, o sjell kesh në e rast, ose që po dion, po ajo qika këti, ti e patriot, apo ja që të vodën, nështë ta i shalkun. Shpjo rejkështu, në një moment saktu, unë jam i deqajt, i sufi ajo, në ojqe, nështë ta i shalik. A që i sen o smut, i sen Gërvalla, që në hajt, që po bojmë. Se më kanë lypë vodë, më kanë lypë për këta, në fund. I lutëm blokada është Albin Kurti. Zonja presidente, ku të thotë, nuk lejohet askush mi blokue konstimin e guvernit, me siguri ka posë për Albinin, që e din që veç Albini o blokus, se s'mujna blokue. E ti edhe presidentja, për duke që... Edhe jo duhet mi di që blokus është vetëm Albini, që ha i ka bu këtë që to lojnat, që shtu dejtash, kur i kaloj kjo me kryetarët guvernit, që besoj ke edhe strategjia e PDK-shë, në i deputetit tjetër në parlament, unë që këmë me votu, po e kemi lot lirë votën, po strategjia e konë, me dalë prej blokadës që ajë po nga bo qëllim që me këndo, pra nuk ka qenë qëllimi me zhjeni dymal, po vetëm me nalë blokadën e këti veni që ajë e kryaj. Po me zëllatë u zgjat një dymal. Po u zgjat. Po shi qa, kjo është një dymal e një Albine, një standardi VV-sh, kjo është standardi tyre. Keni pas një polemik njerë me Dimal Bashën. Po, i kam të qytë defatore njerë në defatore, këvend. A ju thështë juve si ju dasht me kry shkollat, e ndërkohë a i kish pas kry një me shkollë. Po, më punimet... I marrën e nga zeme këto tyne që ade shqani, bish ka këmra unë, besho gati kërkuj që ama nga zeme. Me zidhate, edhe me votën e juj, kuvendi, institucionit, kuvendit ka pësut degradim, zote Aradina. Ja, unë menej që... Juve ka marrë votën falë. Ja, unë menej që... Lidja ima është që është... Jo, asë nuk e keni... Nuk jeni për, si me thonë... S'kem bo pazar për nëjsa. Nuk keni bo pazar, por me gjithatë ju keni dhonë 3 emrat cilat keni thënë që i votani. Nuk ka qenë Dimal Basha në ato propozime, edhe Glaukon ju mësa, asë një tjetër. Ka pas, po na kem pas menë tonë. Jo, publikisht e keni thonë. Jo, po flasë për, unë s'besoj se dhe non Rematkesh që keni po Dimalin kryetar kuvendi. A ndjeni në lej përgjithësie që edhe me votën e ju keni degradu dhe në këtë masë kuvendin e Kosovës? Përbesh unë se këmë votu personalisht, po Nina Mirë që Shumica e partisone. Që o zgjedhë që kënjeri PVV-sh, edhe nështë ta leta shek i popull, kush janë VV-ja vëlla. Po qa se është e gabu më? Jo, ju lutna. Jo keni përgjithësi me ndalu degradimin, jo mi janë ndihmu degradimin. Nuk është ka e kupton qytetari i Kosovës, qka ka i ndohë. Qka nëse se kupton qytetari heq? Gjdo gjo që janë imon mi pa njeri i Kosovës normal, që nuk janë këtë që unë e di që VV-ja ka një ushtrit Facebookut, ose të media sociale, mercenarë që i baguna, ata vazhdoj me luftu. Po, ata që kanë votu VV janë 50 ose ma pak përqen 40 e popullit Kosovës.
është mirë ta shohin kënë kanë votu edhe a e votojnë mo. Unë menoj që kryetari i kuvendit ja u çoni porashia aty. Kush janë tani edhe ku mund me shku tam, se ky e ka propozuar. Don këna ka qitë para aktit krim, ose voto Dimalin ose blokad. Po urna. Ja ka votu në shumë çfarë të kanë. Unë menoj që kjo është një vepër e mëshme me aqir syt. Njerit koshon çur me kanë kivon. I lutna. Se s'po na besojnë mu, mush më kanë besu në fushat, për ndali ju kom të regu, qërë, s'kanë besu njështë. Nuk më ka votu më jaftush. Orna, zëtnik, qërë që ka po të propozon këj për kryetar kuvendit. Për shtaj e ke votu, vazhdo nëse donë, voto vrap. To jenë do situata që menoj që kanë efekte dhe sado që njështë kujtojnë që është veç barë dhe zhi. U menoj që është një veprim strategjik te për i qëllum, me shpërfaq kush jenë këta njështë, si ku shkujnë ta, që ka mujnë me i vok t'i veni. Unë ta tregova rasti. Si e pa dërhesin e zotit Libor Naliu? Po, për shembull rasti i dërheqjes ti edhe ajo është një tregush, një kategori, një vlerë. Ashtë themeluasi e vetë vendosis. Një vlerë e njerëzve, ose një lloj vlerë e njerëzve nuk po dojnë mo. Ata po i thojnë jo në emrin tim, mo. Jo në emrin tim çka po bën. Ka thënë zoti Aliu. Ka filluar një lëvizje me anavësh, e plot njerëzve me integritet, jo në emrin tim. Kto që e ka bën, jo në emrin tim. Unë besoj shumë që ka shumë njerëz në VV, që janë të shqetësuar, pse i ka shkruar Beja një letër kryeministit nuk vijnë në zyre, edhe pse e ka marrë vendim Amerika lidhur me emrin e tij që ndalin. Po shohim asnjë dorëheqje, as po shohim asnjë distancë. Nëse i merr veç 3 lëvizjet e fundit, letrën e Bejës nuk vijnë në zyre. Vendimin e Amerikës më ndal, edhe zyrën e zotit Basha. Mendoj që të janë 3 prova të shpejta, të prekshme për njerëz me integritet, për njerëz me logjik, për njerëz që dojnë vendin, kanë ndjesh ndryshimin, kanë shpresuar ndryshimin, po tash e vrejnë se nuk qenë ka ndryshimi kë. Pra që qenë ka një këthim prapa, një regres, realisht me në këthim në kohë të keqe, në situatë keqe, unë besoj që to kanë me ndimu, që nuk beso, ta nuk e kanë dita ka shkru Dimalin e artikull, asë njëni për këtyne që ka votu, asë unë se kom dita që ka shkru atë artikull, se s'po mere me ta, virun njëre i kom pason defatore këti në parlament, kujtojt kuvendit sotëm. A vazhdon tjetë defatore, ta shë dhe si kryetar kuvendit? Qka tjetër aj? Qka mund me gjenë tjetër aj? Më falin në shpreje. Po, VV-ja ja ka propozu kuvendit defatoren për kryetar kuvendit, edhe na ka neve, o votone, o ju blokojmë. VV-ja ka prezentuar defatoren. Kështu i kam hone erë, në atë kohë kështu mu ka dohë, që i mirë me bo muzikë me def, që ka me hone edhe kështu mu ka dohë, realisht kur ka kudërshtu, në parlament e shifësha atje mënyra që shvolge, është garant të kosh në i farë një që më shot defit, e kom hone ti ko ke mirë për defatore. Kjo ka qenë vlerësimin për ta, se kom ditë që ka kujdo shkolla, edhe që ka shkru artikuj t'il për vesëm, ka shku me një kur. Po, leta din Kosova që kur voton, bënd kujdes që lutëm, se o ka rritet pasoja. Me zë atë sot është kryetar kuvendi, shkurtimisht do të anshoj. Unë shumë polic, edhe mu s'mujmë suspendohen kërkush, se bëja i gare me që të farë defatoren, po, defatore vërmu të njetën, 300 vjetër në oftë. Video nëmër 2, ta shojmë Rizia. Qka nëse dhe mas një vjetë nuk e takon kërkush në shpinë e bardhë, në shpinë e madhe të botës, kryeministrin Kurti. Pa koranci kjo. Zero koranci. Shpia e bardhë. Hiq. Do më thonë, Amerikanët, dhe njerë për ta përsëris. Shpia e bardhë, Amerika, administrata, bota, Bajdeni, dashnia, që për ta një shambull, a thanë për 200 milion gozë dike në thonë ju. Edhe kjo fidan për me thonë amerikanski direkt, o rran, kanë rajt, asë njëherë si këna thonë ju. Edhe... Po presë përzizje, si Amerikanit. Po jo që... Sa kontras, se konsideroj, dhe mon, parmor para së kësha pajtë mas pajtë minimet, e respektoj gudzimin tënë, me dojë për te shablonin të shesnis tonë. Po presë përzizje të redurejt Amerikane, shpia e bardhë, Amerika, bota, jetike, Kosova është jetike, falë ty në thep vetë lintoni ne e fitum lutin, fiton e pasim. Si kjo është Amerika, mas t'i vjetë, nuk ne prejtë kërkush kryeministrin tonë, në Amerikë, në shpinë e bardhë, në shpinë e botës, aty ku vendoset pati njerëzimit, gardianit demokracisë, qka? Pse po menon që fotin ton ka me vendosë Amerika? Qëto s'pe këptaj? Pse nga 47 deputet tjerë, pikrish këtë që thot pse mendoni se fatin ton e vendosë Amerika, e vendosi zoti Kurti për kryetar kuvendi, dhe ju e votuat. Në mesin e disa. Shqyqa në vota
kur ti ka kërku emra që na që votojmë. Në gjithë më nume na qitë në një emra që që votojmë. Ne kem lënë votën e lirë, nuk ka qenë votë pro, votë e lirë, po jemi ra dakord me zhblloku. Edhe unë mendoj që është fort mirë çka ka ndodhur, fort mirë besha, se ta nuk është një këni kryetar kuvendi afat gjata, kush e di sa nështë edhe... Të deklaratë shojnë edhe ata CIA, edhe Shtëpia Bardhë, edhe Departamenti Amerikan i Shtetit, edhe Pentagoni. E shojnë gjithë, por le ta shë... Thonë është kryetar kuvendi. Le ta shë se që qytetari vend. Edhe Serbia është. Le ta shë se që qytetari vend që voton këtë nomenklaturë. Që ne i lutëm, që keni bo? Mos bani mo, nëse do një thmine juj. Nëse do një më urit prapë qëmimi energjisë elektrike. Për shqiqa, projektin e centralit me qëmër e kanal. 200 milion nga shqiesit këj kanal. Ku janë ato baterit? Që dhe ki du do bateri që du nga shqiesit. Ku janë baterit? A janë krejt këto dëshmi se Zoti Kurti është i regretuar? Shka fola ma erët. I lutëm, kush po përfiton për i kësaj? Kush përfiton që na s'kem energji? Kush përfiton ku i arritim qëmimin qytetarit tonë? Po i njeri Kosovës për i venit, që po mu i prodhojnë ven, po i kanë mshel disa fabrikat, i kanë qitë punëtorët. Serbia fiton e para, na jam tregi tyne, rritet importi, kaq. A ka gjas në herë që dalë një dokument që vërteton se Zoti Kurti është i regretuar? Përbesh të dy dokumente që i ka bo një beja që ja ka që letën që është dhvim, edhe sa ta din që o domë për Kosovën, me quni letër të këtilë, se këtë ta shë dhe Rushje ka dhe Kina, krejt. Vendimi dokumenti që ka unë Amerika e nalim dialogun me emër me ndjemër, që ata e monu me erujtë Kosovën, që e din damin që i ndohë Kosovës, kur ndohë një situatë e këtilë, po edhe guximi që me arë dhe në atë pikë nënkupton shumë qka, nuk nënkupton vetëm, po nënkupton që kësh po përfaso Kosovën mo. Ditën që... Kjo ndalimi i dialogu strategjik nuk o bo me dëmë të Kosovën, o bo me erujtë Kosovën, me nalë një njeri që po do me i bo shërë Kosovës. Ditën që doli njoftimi për pezollimin e këti programi, ju uftuat në ambasadën amerikane, ju 3 lider të partive tjera politike. A mundet me ditë publiku, pse uftuat ju po atë ditë kur doli ky njoftim, dhe a tha Amerika para jush se du një mu këfjell edhe ju, se kërkasjen jas ju? Unë shkam në i komend rrët një takimi t'il, një po është të vërtet që ne komunikojmë me ambasadën e Amerikës në vazhdimshi, pra dhe që fola shumë herë veç për incionet e sigurisë, ne punojmë ngosht edhe me Departamentin e Shtetit, që është dijet ma edhe me zonin Pratipati, që është një diplomate shumë aktive, e ka edhe një ekip mrekullueshme, pra ka një ekip vërtet mirë, komunikojmë vazhdimisht për çështjet që janë me interes për Kosovën, bilaterale, në vazhdimshi komunikojmë, i falenderoj për angazhim. Ajo që mu i mi thonë qytetarëve të Kosovës është që hetohet po thom ashtu një rritje e dinamikës për Kosovën nga Amerikanët, pra prit edhe ashtu që dikon rreth shtatorit pra në këtë muj, atje në Washington të rimarin ose të marrin punë të veta plot zyrtar, që të kenë kohë pastaj me aktivizu agendën e Ballkanit ku jemi edhe na. Shpresoj që do ta emrojnë ambasadorin, pra do ta emrojnë, mirë po mos harrojmë, Zona Pratipati është fuqi plotë në Kosovë, është acting ambassador, pra është zyrtyra ambasadorës, edhe na komunikojmë rregullisht edhe i falenderoj për bashkëpunim kështu. Mirë, do të flasim ndoshta kur kemi kohë më tepër edhe për bashkëpunimin që s'po e shohim ndërmjet opozitës, mundeni një fjali që s'po ndodh. Po ne na përcjellni një tashkimi jo e mirë, ndryshe thonë mosbeshimit ndërsjell mes partive politike opozitare. Ekziston një mosbeshim mes PDK-s, LDK-s, AK-s nga e kaluara dhe nuk u te i kaluar në këtë situatën e krizës në vend, nuk arritëm me vënë një ofertë mirëfillt qeverishe. Besoj që kjo është e mujshme ende, për shembull në rastin që konstituohet kuvendi edhe fituesi i zgjedhjeve që është vetëvendosjes arrin ta bën shumicën. Nëse presidenti do ta mandatonte dikën nga opozita, jam i sigurt që do ta bëjmë shumicën pa listën serbe. Në rastin jo, nëse shkojmë zgjedhje, nuk do ta kemi më luksin
me mbajtë pozicione mos besuese në mes opozitës, pra unë e shoh një ndryshim pas e tashme parlamentare eventualisht, do të ketë një bashkëpunim opozitar shumë më të mirë për një dalje nga kjo gjendje, se është kesu gjendja në vend. Po nuk do ta kemi as tolerancën e alatëve tonë në pakufi, për ndryshe thonë për mungesë marrës përgjegjësive. Secili nga ne do duhet me i marrë përgjegjësitë, ato që i na i beson qytetari. Shkurtimisht, sa komuna synoni të fitoni në zgjedhjet lokale? Po ne projekcione kemi për 8, 5 i rikthej, edhe i mbajnë, do në fitojnë në rëndë parë, po 3 tjera besoj po, në ato 3 hynë, pra jo të secila, po është Uniku, Peja, Istogu, Prizreni, Kamenica, mund të ketë, po mund të kemi rezultat shumë të mirë, po ta shohim, edhe për Prishtinë, që kushe edhe ne po shpresojmë me afru randit dytë me Bekën, po ta shohim, Prizren, Beshniku është duke punu mirë, në Kamenicë kemi një përqindje të mirë, jemi në çdo komunë realisht me një angazhim të ri, po Ishtog Ugblaka, Pej është rikthyja Liberisha me kandidaturë, po e përqjeli, ai vetë po e bën punën e dega, atje po i përqjeli janë shumë mirë në punë, po edhe një unik është rikthyje Agron Kuqi, vërtet një njeri me përvojë, edhe është një njeri që po i ofron një unikut edhe një herë pra një etapë të re të zhvillimit, ku jo dini unë me unik e kam një nostalgji se kam qenë vendimars mu kriju komuna, edhe e du e unikun e hanin e legjit, në të legjit zgaroj me mbështeshim zotin Suma, sa i ka rikandidu, është vendimi degësh, nuk ja kemi frish, po shpresoj shumë që do t'jemi një rreth 8 komuna e fitues zgjedhjeve. E me sigurisht në disa tjera do të jemi në bashkëqeverisje. Nëse i merrni 8 komuna, ju jeni të barabartë thujse edhe me parti tjera që janë më të mëdha në nivel qendror se sa Aleanca. Apo i bie kjo që partia ju i zote Haradinaj po mbahet nga komunat dhe nga disa njerëz atje, ndërkohë që bazën këtu e keni dopt? Në planin nacional, në zgjedhjet nacionale s'kem tregu sukses edhe vërtet është zhgënys rezultati, ishte. Në qeverisjen komunale ekziston një situatë vërtet kredibile e punës mirë të kryetarëve, të Ardianit, Ardian Gjinit, të Smajl Latifit, Balima Remaj, Bashkim Ramoshaj, Zënun e Lezhaj, njerëz të mbajnë men Ali Berishën, qysh atëherë, hala mbajnë men projektet e tij, edhe pse ai ka disa vjet që është në pushtet, i mbajnë men Peja, qyteti, vendbanime tjera, në unik flitet për punët e mira, projektet e zotit Kuqi, është e vërtet, pra, në këto janë zgjedhje këto tjera dhe Aleanca në qeverisjen komunale është më shumë se parti. Realisht është një lloj shprehje për njerëz atje, vlerësohet që e këtij dhe kjo ju ka ndihmuar atjeve në komuna tjera, për shembull Bekse, në Prishtinë, shumë kujt tjetër, ju ka ndihmuar puna e mirë atyre që janë në komuna. Ashtë që qeverishin. Do ta lëmë kas për çështje kohë, faleminderit shumë zoti Haradinaj. Ashtu, faleminderit edhe atij. Do mos u largoni se ndroni me Klan Kosovën, ka dhe një Rubikon tjetër, pas tij është Jonathan Mor, ish zyrtar i lartë i State Departamentit, i cili ka qenë në Kosovë edhe si dërguar i SBA-s për të folur dhe për të bindur për themelimin e një gjykate speciale që ka për të thënë për si po operon gjykata speciale, por edhe porosit për pezullimin e dialogu strategjik me Amerikën, si po sillet qeveria Kurti dhe gjithçka që ka ndodhur muajve të fundit, me njërë pas një bloku reklamash. Qëndrojmë. Rubicon me Adriatic Kilmendin përkrahet nga Albi Mall, Interex, Aztec, Alba Group, Auto Kaçandolli dhe Palma.